Bismillahirrahmanirrahim, vllazërit e nderuar, këtu jemi në fshatin Kllëdërnic, komunën e Skënderajit, të familja Smakaj, 6 antar të ky djalit dëshmorit të luftës Kosovës. Kemi ardhur me ndihmë me pak ushqimore, me veshëmbajtje, me ndihmën e një vllau ton. Kjo familje beshen edhe vetë jeton gjendje shumë të mjerueshme, 6 antar, edhe nanën e ka ky vllau jon, gjendje shumë të mjerueshme beshen edhe vetë. Na tash dojna me bisedu pika të shkurta me këtë vllaun ton, i cili beshen edhe vetë çfarë gjendje jeton dhe të dim gjithë bashkë për hallet dhe dertet e kësaj familje. Përshëndetje vllai. Vllai nderuar, na peshohemi gjithë bashkë edhe donatorët peshohen gjendje juaj shumë e mjerueshme. Na tregon pak pika shkurta si jetoni gjendje juaj. Ma kesko. Apo nëni kona? Më të bëjë. Jo. Usjetës nuk ka këtu? Ka he, ku më s'ko. Dim sociale e merë? Jo. Pse dhe? Se, e marrë një parë, të gjithë në në një që e shtë atërë një, sa të 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 një, ku më s'ko. Një kjo të vejtë qëka, që të i morë që të janë. Qysh je nana jo? Allahi që shtë gjatë. Qysh je me shnit? Allahi, dikun mija, dikun hjeka të që shtë po bëjshin. Sa që më moshtë dalë, po që më moshtë. Do të mundohemi që të bisedojmë me kryetarën e komunës Skënderajit, që të bashkëpunojmë së bashku, që t'ja bëjmë një renovim kësaj shtëpie, apo një ndërtim. Ju kisha lutë për hir Zotit që të bashkëpunojmë së bashku, peshohemi gjithë së bashku, çfarë skamje, ky djali dëshmorit, si pat bëvajnë? Smakaj, peshen edhe vetë është gjëna me najtë këtë gjendje, këtë familje. Besoni se zemra po mdhem, nuk po jemi qetë asun kur pi shok këtë nanën ton, këtë vllaun ton, ta fëmijë të vogël me skamje, as vetë nuk po ndihemi qetë. S'po m'hat buka rahat u vllazërit të ndruar, gjumi s'po më e bëj rahat kur pi shoh që ka njerë të skamje, la ilaha illallah. Na tash do shkojmë t'i marrim me pak ushqimore, Allahu e bekoft vllaun ton, mos u ndalni për hir të Zotit, ja bëjmë një ndërtim, një shtëpie, ose renovim kësaj shtëpie, peshen edhe vetë, skamje e madhe, Drenic, bashkohemi gjithë bashku që të renovojmë këtë shtëpi, ose sa do se kur me najtë familja e dëshmorit këtë gjendje ftoft, pa drua, keni dru? Një hadeve. Me najtë ftoft, pa dru, peshen edhe vetë, pa usjetës, pa ushqim, që keni mund me ushqim? Pa dojë. Gjithësirë. Ky vllai jone pas ka dhe djalin se mor për i sy, ha? Në një nuk shë. Nuk shë, Pak e hesë të janë, një farë palhore, të ka të rodë të vëqyrë, pas, për shka. ata të cilë kanë pasunit madhe, o vllaznit të nderuar, të ndajmë së bashku atë pasuni, të ndajmë së bashku atë co buk, atë kafshat, sepse ose së dhe zekur, një pasunik i madh në xhaminë e profetit sallallahu alaihi wasallam. Profeti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte duke dhënë ders, duke i tregu xhamatit vlerën e sadakas, xhenetin, dhe në mesin e xhamatëve po qëndron me një pasunik i madh dhe pe ngri dorën, ti thot profeti ton sallallahu alaihi wasallam, unë e dha gjithë atë pasuni, ja dha Allahut, ja fali Allahut, e dha për jetima. Atë pasuni që e bate dha, gjitha ta trupa me urme, e dha për Allah. Vllaznit të nderuar, t'i dalim në ndihmë, ne do të bisedojmë edhe me kryetarin e komunës Skënderajit Samil Ushtakun, por inshallah do Zoti do të bashkëpunojmë që t'i dalim në ndihmë kësaj familjes dëshmore. Hajde.